Galeria Arteve në Shkodër hapi dyert për ekspozitën e artistit të njohur Edi Kojani me titullin Një udhëtim me dritën dhe ngjyrën, kuruar nga arkitekti dhe kritiku i artit Piro Stefa. Kjo ekspozitë sjell në nismën personazhi i ftuar 2025 është një ftesë për të gjithë dashamirësit e artit që të marrin pjesë në një udhëtim vizual nga brigjet e Vlorës e deri në majat e thepisura të Alpeve shqiptare. Nëpërmjet një gjuhë të pasur koloristike, Kojani na ofron një rrëfim emocional të ngarkuar me ndjeshmëri natyrore dhe shpirt romantik. Po rendim drejt një arti i cili kishte në vite parë mendimin, konceptin dhe po vënim re që ishim shumë pak disi nga elementet shumë më direkte, shumë më të nevojshme siç është kontakti me natyrën, siç është në vite parë artisti ose marrëdhënia primordiale që krijohet e artistit me natyrën. Për më tepër me natyrën tonë që është një ndryshim epokal, do të kishim thënë një kohë të pajetuar me këto ndryshime të befta, të urbanes në raport me natyrën, po ndryshime që ndodhin edhe tek ne si individ. Edhe marrëdhënia e artistit pikërisht me këto ndryshime fillon të formsohet. Në Shkodër me 36 punime, kryesisht në peizazhe, është ekspozita ime 18 personale. Ndjem shumë mirë që jam në galerinë e Shkodrës. Peizazhi është shumë frymëzues sepse në punën direkt nga natyra merr gjithë emocionin e dur të dritës, të ajrit, asaj që ne themi plener, dhe akoma dhe të çastit të momentit i cili është në ndryshim vazhdimisht, dhe kjo të bën që ti të edhësh në telajo pikërisht to përshtypje, natyrisht duke kaluar nëpër atë filtrin e njojtur të artistit. Në punimet e tij natyra shqiptare shfaqet si një subjekt i gjallë me dritë që shpërthen nga thellësitë e pyjeve, lugjeve dhe xhireve, e drejt tek thyrjet dramatike të maleve veriore. Ngjyrat janë të ndjera, jo vetëm të bukura, ato flasin. Shumë bukur dhe lirshëm do të thosha, kalon nga peizazhi në natyrën e qetë, bile edhe në kompozime figurale, kështu që ky është Edi Kojani. Ky është një artist që gjithmonë udhëton. Unë edhe kur bile këtë do të them në fjalën time që edhe kur nuk e takoj e përfityroj që është duke udhëtuar, ose është në studio duke reflektuar ato që ka marrë nga udhëtimi. Bile kur e takoj më duket sikur është i mbushur me ide të reja që vjen gjithmonë nga udhëtimi. Pra është një njerëz në lëvizje dhe një artist në lëvizje dhe në udhëtim. Ekspozita ka për qëllim të krijojë ura ndjeshmërie mes artit bashkohor dhe natyrës së përjetshme shqiptare përmes vizionit unik të artistit. Të gjithë apasionuarit pas artit pamor janë të mirëpritur të bëhen pjesë e këtij udhëtimi, sa emocional aq estetik dhe kulturor.